Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryediplomatja e Unionit Kaja Kallas konfirmoi nga Prishtina se Bashkimi Evropian filloi heqjen graduale të masave ndëshkuese ndaj Kosovës të vendosura 2 vite më parë. The EU has begun to gradually lift measures introduced in June 2023. Në një konferencë për mediat, Kallas premtoi se Ballkani Perëndimor mbetet prioritet strategjik për Bashkimin Evropian dhe se Kosova e ka vendin në familjen evropiane, por paralajmëroi se nuk ka rrugë të shkurtër për anëtarësim. Duke folur për sigurinë e verit të Kosovës, kryediplomati e BE-s kërkoi deskalim dhe theksoi se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë është rruga e vetme përpara. Normalizing your relations is the only path to safer and more prosperous future for the people of this region. Ajo shtoi se heqja e masave varet nga angazhimi i Kosovës drejt marrëveshjes së orit. Agjenda e reformave, plani i rritjes ekonomike të Bashkimit Evropian për Kosovën dhe heqja e masave ndëshkuese ishin në thelb të takimit ndërmjet kryeministrit të tyre, Albin Kurti, me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe të sigurisë Kaja Kallas. Përmes një komunikate për mediat, qeveria e Kosovës informoi mbi temat e diskutuara gjatë një darke pune. Në njoftimin zyrtar thuhet se Kurti ka kërkuar që masat të cilat kanë filluar të hiqen gradualisht, të hiqen plotësisht dhe Kosova të marrë statusin e vendit kandidat për Bashkimin Evropian. Në lidhje me procesin e dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja, kryeministri theksoi rëndësinë e zbatimit plot të marrëveshjes bazike dhe aneksit të saj. Krahas saj, ajo zhvilloi një vizitë edhe në Mitrovicën e Veriut. Bota. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis deklaroi se heqja e casus belli të Turqisë kundër Greqisë mund të lidhet me pjesëmarrjen e Ankaras në programet e mbrojtjes së Bashkimit Evropian. Në intervistë radiofonike, Mitsotakis tha se planifikon ta ngrejë çështjen drejt për drejt me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Casus belli i shpallur nga parlamenti i Turqisë në vitin 1995 në përgjigje të zgjerimit të mundshëm grek të ujrave territoriale mbetet një tension kyç-dypalësh. Mitsotakis argumentoi se Turqia nuk mund të kërkojë hyrje në mekanizmat e financimit të mbrojtjes së BE-s duke ruajtur një kërcënim lufte kundër një antari tjetër të Bashkimit Evropian. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu kritikoi homologun britanik Keir Starmer, presidentin francez Emmanuel Macron dhe kryeministrin kanadez Mark Carney. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Netanyahu nënvizon se këta lider europian po qëndrojnë në anën e vrasësve masiv, por dënuesve, vrasësve të foshnjave dhe rrëmbyesve, duke ju referuar Hamasit, grupit që Izraeli e konsideron organizatë terroriste. Netanyahu thekson gjithashtu se Hamasi synon shkatrimin e Izraelit dhe zhdukjen e popullit hebre. Kur nuk e kam kuptuar se si kjo e vërtetë thjesht mund të shpëtoj liderëve të Francës, Britanisë dhe Kanadas, deklaroi Benjamin Netanyahu. Këto vende paralajmëruan pasoja nëse Izraeli nuk e ndalon ofensivën dhe nuk lehtëson hyrjen për ndihmat. Administrata Donald Trump dalon në Universitetin e Harvardit të regjistrojë student ndërkombëtar. Të gjithë ata studentë të cilët aktualisht ndjekin studimet në Harvard dhe janë nga komsitë të tjera, duhet që të transferohen në universitete të tjera ose në të kundërt të humbasin statusin e tyre ligjor. Sekretari i Sigurisë Kombëtare Kristi Noam argumentoi se vendimi nga administrata Trump është marrë pasi Harvardi ka krijuar një mjedis të pasigurt duke lejuar agjitacionin dhe terroristët që të sulmojnë studentët e brejnë. Në një deklaratë, Harvardi i quajti vendimin e Donald Trump si të palishëm dhe u tregua këmbgulës duke shprehur gatishmërinë se universiteti do të vazhdojë që të presë me përkushtim student të huaj. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.